Në mesin e muajit maj, pritet të hapet për qarkullim segmenti rrugor Shirok-Zogaj, një investim i rëndësishëm infrastrukturor që synon të nxjisë zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu së bashku me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi inspektuan nga afër ecurinë e punimeve në këtë aks, i cili është drejt përfundimit. Sipas kreut të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli, segmenti me gjatësi rreth 6.5 kilometër është pjesë e programit të investimeve të financuara nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim dhe i mbështetur nga KFV. Zëvendës kryeministri Koçiu theksoi se ky aks do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e qytetarëve dhe mallrave, si dhe do të rrisë aktivitetin turistik të zonës në prag të sezonit veror. Ajo bën të ditur gjithashtu se është në proces ngritja e një pike të përbashkët kufitare me malin e Zi, e cila pritet të jetë funksionale brenda sezonit turistik. Në fakt është një punë shumë e mirë në këtë segment rrugor, 6.5 kilometra nga Shiroka në fshatin Zogaj në pikë kufitare me malin e Zi. Është një segment rrugor i cili do të lehtësojë shumë lëvizjen dhe qarkullimin e qytetarëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, unë mendoj që vlerë e shtuar e këtij investimi është pikërisht fakti që oferta turistike bëhet më atraktive edhe më e dobishme në funksion të sezonit turistik, në funksion të zhvillimit të qytetit Shkodrës, edhe duke konsideruar faktin që së bashku jemi duke punuar me malin e Zi, aktualisht kemi një marrëveshje në fuqi për të vendosur edhe një pikë kufitare e përbashkët e lëvizjes, do të thoja pra një one stop shop ku shërbimet kufitare merren në të njëjtën pikë. Ndërkohë ministri Karakaçi u shpreh se investimi nuk është thjesht një rrugë, por pjesë e një rrjeti të rëndësishëm lidhës për zhvillimin e turizmit në zonë. Kështu theksua edhe më herët, nuk flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirok dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritëm dhe stimulim të turizmit, e njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Këtu punimet, siç u theksua tashmë, janë të kombinuar, sepse kemi dhe projektin e ujësjellësit në Shirok, kanalizimeve në Shirok dhe në Zogaj dhe rrjetin 20 kV. Por ky është vetëm fillimi përsëri për sharkun e Shkodrës. Kemi investime infrastrukturore në aksin e Velipojës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, pjesën e një, le të themi, rijetëzimit të pjesës së Bunës, duke krijuar lumit Bunës, duke krijuar edhe një pjesë më të aksesueshme për turistët dhe duke përfshirë edhe investime deri në Malësit Madhe. Në një fazë të dytë parashikohet ndërhyrje në fshatin Zogaj për të kthyer atë në një destinacion të mirëfillt turistik. Projekti është pjesë e programit Porta Alpeve, me vlerë rreth 100 milionë euro, që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimin e turizmit alpin në rajon.